Mos i neglizhoni, njihuni me 6 shenjat që jep trupi kur diabeti është tepër i lartë. Niveli i lartë i glukozës në gjak ose ndryshe e njohur si glicemia ndodh kur trupi ynë nuk arrin të përpunojë ashtu si duhet glukozën. Kjo gjendje është diçka që mund të zgjasë për vite të tëra dhe mund të prekë edhe pjesë të ndryshme të trupit, siç mund të jenë venat e gjakut, veshkat, nervat dhe syt. Por trupi arrin të dërgojë disa simptoma sinjalizuese që paralajmërojnë probleme me shëndetin ose që mund të rrezikoheni nga zhvillimi i diabetit të tipit 2. Ja shenjat që tregojnë se nivelet e sheqerit në gjak mund të jenë shumë të larta sipas mjekëve. Shenja kryesore që mund t'i jap edhe diabeti kur është në nivele të larta është urinimi i shpeshtë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse urinoni shpesh, kjo është një shenjë shfaqese e diabetit. Ju keni shumë sheqer në glukozë në gjak dhe në veshka, të cilat nuk mbushen me lëngjet dhe mund të shkaktojnë urinim më të shpeshtë. Nëse keni etje të tepër të madhe, mund të lidhet gjithashtu me rritjen e niveleve të sheqerit në gjak. Për aq kohë sa urinoni shpesh, kjo do të shkaktojë dehidratim të tepër dhe do të keni më shumë etje gjatë ditës. Etja e tepër gjithashtu mund të lidhet me shfaqjen e problemeve të diabetit. Ndiheni shumë të lodhur gjatë ditës. Lodhja është një shenjë e zakonshme dehidratimit që ndodh si rezultat i urinimit të shpeshtë. Megjithatë, lodhja ndodh edhe në gjëra më të zakonshme si të jemi shtrirë për të fjetur ose të çohemi prej tij. Nëse ndiheni të lodhur pa arsye dhe kjo vazhdon për një kohë, konsultohuni me mjekun për të marrë trajtimin e specializuar, pasi lodhja e tepërt mund të lidhet edhe me shfaqjen e diabetit. Shikimi juaj bëhet i turbullt. Nëse nivelet e sheqerit janë të larta në trupin tuaj, kjo do të ndikojë në lendët e syrit duke turbulluar shikimin. Nëse her pas here ndjeni që sytë tuaj nuk shikojnë mirë, po shohin turbullt, kjo mund të ndikohet nga luhatjet e sheqerit në gjak. Kryeni një konsult me mjekun specialist për të parë nga afër shfaqjen e këtij problemi. Nëse keni gjakderdhje të mishrave të dhëmbëve, mos e neglizhoni. Sheqeri bën që plagët të mbyllen ngadalë dhe problemet që keni me gojën mund të zgjasin më shumë se sa duhet. Glukoza bën që mishrat e dhëmbëve të jenë më të kuq, më të fryrë dhe më të butë. Si rrjedhoj mund të rrjedhin më shumë gjak her pas here sa herë që lani dhëmbët. Sheqeri nuk lejon që trupi tuaj të luftojë me bakteret në gojë dhe kështu mund të shfaqet edhe ky komplikacion. Nëse vëreni që keni këtë shqetësim, konsultohuni me mjekun tuaj. Keni njolla dhe nishane të çuditshme në lëkurë. Nivelet e sheqerit në gjak dëmtojnë enët e gjakut duke u shfaqur si njolla të errta në lëkurë ose nishane me ngjyra ose edhe probleme të ndryshme. Nëse vëreni këto shqetësime në shfaqjen e lëkurës suaj, atëherë drejtohuni tek mjeku për të marrë një trajtim të specializuar. Ushqimi i dur dhe aktiviteti i dur fizik janë në jetik për të mbajtur nën kontroll nivelet e sheqerit në gjak. Një person duhet të balancojë sasinë e ushqimit me aktivitetin e dur fizik për të trajtuar një gjendje shëndetësore siç është për shembull edhe diabeti. Ruajtja e sheqerit në gjak gjithashtu bëhet më e lehtë kur personi i përmbahet ushqimeve më të mira për dietën e tij. Një plan i dur ushqimor për diabetikët përfshin marrjen e ushqimeve të shëndetshme në sasi të konsiderueshme dhe respektimin e orareve të ngrënit. Në përgjithësi, një dietë e shëndetshme për diabetin përfshin ushqime me vlera të larta ushqyese si fruta, arra dhe perime. Sipas American Diabetes Association (ADA), është një listë me ushqime të cilat janë në kyçe për shëndetin e mirë nëse vuani nga diabeti. Këto janë ushqimet më të mira për t'i shtuar në dietën tuaj. Perimet jeshile. Perimet jeshile janë shumë ushqyese dhe me pak kalori dhe gjithashtu janë dukshëm më të ulta në karbohidrate të tretshme, të cilat ndihmojnë në trupin të mbajë nivelin e sheqerit në gjak. Zarzavate të tilla si spinaqi, lakra, brokoli duhet të përfshihen në vaktet e njerëzve me diabet. Frutat. Frutat janë një burim thelbësor i vitaminave, mineraleve dhe fibrave, nuk përmbajnë kalori dhe natrium. Disa fruta të përfshira në planin ushqimor për diabetikët janë manaferat, luleshtrydhet, boronicat, pjeshkët, avokado, qershi, kajsi, moll, portokalli dhe të tjera, pasi kanë nivele të ulta të glicemisë. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe proteinat.
Disa ushqime kanë shumë proteina, por jo çdo ushqim është i pasur me proteina është i përshtatshëm për diabetikët. Disa ushqime të shëndetshme me proteinë janë proteinat me bazë bimore, të cilat vijnë nga arrat, fasulet, fara dhe tofu, ose edhe ato të cilat janë të mira nga peshku, pula, pa lëkurë, vezët, bulmeti pa yndyrë. Karbohidratet të shtuara në dietën tuaj mund të jenë një aleat i mirë i shëndetit tuaj. Trupi ka nevojë për karbohidrate të funksionojë gjithashtu edhe në mënyrë efikase, por duke pasur kujdes me sasinë e marrjes së karbohidrateve. Disa ushqime të shëndetshme me nisë shtep për diabetikët janë drithrat dhe patatet e ëmbla. Bulmeti me pak yndyrë ose pa yndyrë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për diabetikët. Gjithmonë duhet të varet nga produktet e qumshtit me pak yndyrë ose pa yndyrë për të ruajtur nivelin e sheqerit në gjak. Zgjedhjet më të mira të bulmetit janë kosi me pak yndyrë 1% ose qumësht i skremuar gjizmë me pak yndyrë. Farat dhe arrat gjithashtu mund të përfshihen më mirë në dietën tuaj. Disa fara plotësojnë boshllokun dietik. Personat dietik këshillohen të marrin fara dhe arra të ndryshme si chia, kungulli, liri, arrat e të tjera. Edhe vaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për dietën tuaj. Është e rëndësishme të zgjidhni vajin e dur për përgatitjen e ushqimit. Disa duhet të zgjedhin vajin e ullirit për të mbajtur në mënyrë të shëndetshme dietën e tyre. Gjithashtu është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo ndryshim të mundshëm që mund të bëni në dietë për të evituar kështu komplikacionet shëndetësore të cilat mund të ndikohen nga luhatja e sheqerit në gjak. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose nuk e prodhon mjaftueshëm insulinën ose nuk mund ta përdorë atë si duhet. Ky problem shkakton akumulim të tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë pasohet me një sër simptomash siç mund të jenë për shembull drobitjet fizike ose edhe sëmundje të ndryshme të zemrës. Sipas të dhënave të Brightside, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelet e sheqerit është gjithashtu edhe ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet të cilat i përthith trupi ngadalë janë gjithashtu më të mirat sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video do të mësoni më shumë për ushqimet që rekomandohen për uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Drithrat e plota ose buka e elbit mund të jetë një zgjidhje produktive për të përfshirë në dietën tuaj, duke ditur kështu rëndësinë e madhe ushqyese që ajo ka. Gjithashtu, patatet e ëmbla zakonisht kanë edhe një nivel më të mirë të glicemisë dhe mund të cilësohen sipas ekspertëve zgjedhja më e mirë ushqyese për të përfshirë në dietën tuaj, duke ndikuar drejt për së drejti edhe në mbajtjen larg të komplikacioneve të sheqerit në gjak. Kosi. Kosi është i vetmi produkt i bulmetit i cili do të ulë riskun e shfaqjes së diabetit të tipit 2. Kosi i bërë në shtëpi ka nivele të ulta të glicemisë dhe mbi të gjitha është një zgjidhje produktive për mbajtjen larg të komplikacioneve të tilla. Sigurohuni të zgjidhni produktet e duhura për të përmirësuar shëndetin dhe për të mbajtur larg gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të përfshirë në dietën e diabetikëve është gjithashtu edhe kosi. Por edhe në kombinim me tërshërën mund të japë rezultate fantastike. Sipas të dhënave, tërshëra është gjithashtu e pasur me nivele mjaft të mira të glicemisë, ka edhe pak gjasa të shkaktojë luhatjen e sheqerit në gjak. Tërshëra përmban edhe beta-glukane. Kjo substancë do të përmirësojë ndjeshmërinë e insulinës, do të ndihmojë të mbani nën kontroll gliceminë dhe të ulni gjithashtu edhe probleme të tjera shëndetësore. Është e rëndësishme të shtoni produktet e duhura në dietën tuaj. Edhe shumica e arrorëve mund të jenë një zgjidhje praktike ushqyese në dobi të shëndetit dhe në mbajtje larg të këtyre komplikacioneve. Është e rëndësishme që arrorët jenë të pasur me produkte të cilat do të ulin gliceminë nën 55 dhe janë një zgjidhje mjaft e mirë për të pasuruar trupin tuaj me proteinat e duhura dhe për të mbajtur larg gjithashtu edhe komplikacioneve të tyre. Sigurohuni të zgjidhni produktet e duhura ushqyese. Kështu do ta keni më të lehtë të mbani larg komplikacionet dhe të rregulloni gjithashtu shëndetin tuaj në mënyrën e duhur. Është e rëndësishme që her pas here të konsultoheni me mjekun për të bërë dietën tuaj të specializuar në kombinimin e duhur edhe me ushqyesit më të mirë. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.